Zoti ju lashnosh. Sprovën e keni të madhe, por këtë sprovë e ndajmë së bashku me ju. Marrim nga dhimbtet e juja atë sa kemi mundësi me marrë prej këtyre dhimbteve. Edhe në këtë moment ju falemendrojmë edhe për pritjen që na e keni bën në këtë moment për me ardhur deri te që mërën e kësaj dite të parë me gjithë mërzinë të cilën e keni, duke e ditë se është në caktim i Zotit, këtë dhimbje e ndajmë edhe afrohemi dhe pajtohemi, themi nëse guxojmë e thon këtë fjalë pajtim, sepse është me caktim të Zotit. I ftoj dy familjet, Larushdi këtu i pari, Laberames të ati që të afro, edhe këtë familjen tjetër, Beke edhe në Skurtaj, i prinë aty, e shtrim dorën e pajtimit, edhe në themi kopshi faqe parë, familja Kurtaj, Allah ju në raftë e tyne, kur në lesami aty, edhe Allah i nga bashkot në gjenet. Edhe pak që në dalën dhe që. Prap ju drejtojmë Larushdi kopshi faqe bardh, edhe ja u thom fjalën që ja ka thonë pejgamberi alayhis salam një familjes momentin e sprovës që është ndodhur, duroni ju drejtojmë juve familja Kurtaj se takimi juaj me këtë rahmetli është xheneti. Këtu nuk kam dyshim asnjë tru. Në veçanti për fëmijët të cilin e ka moshën këta. Sot jemi mbledhur me zemra të pikëlluar për t'i dhënë plan të mirën e fundit nxënësit tonë të dashur Yasin Kurtaj. Largimi i tij ka lënë një boshllëk të madh në familje, në shkollë dhe të gjithë ata që e kanë njohur. Do ta kujtoj gjithmonë për buzëqeshjen, mirësinë dhe momentet e bukura që ndau me ne. Asnjë fjalë nuk mund ta lehtësoj dhimbjen e familjes në këto çaste të vështira, por lutemi që të gjejnë forcë dhe ngushëllim në kujtimet e bukura që kanë për të. Emri Yasin Kurtaj do të mbetet gjithmonë pjesë e kujtimeve tona, në zemrat e shokëve, mësuesve dhe të gjithë atyre që patën fatin ta njohin. Në emër të shkollës dhe të gjithë nxënësve, shprehim ngushëllimet më të sinqerta për familjen. U preh në paqe të kujtimi i tij qoftë i përjetshëm.